Dhe ja ku jemi bashkë dashur me që i paralajmërova të gjitha temat. Shumë sociale kemi temat të cilat kemi zgjedhur sot. E dini që çdo të diel zgjedhim tema dhe të ftuar qoftë në studio, qoftë nga tereni për trajtuar tema të cilat janë rutina ditore, problematika ditore, ballafaqime ditore. Çdo ditë dallon nga dita tjetër. Duhet jemi falenderues dhe të lumtur që sot frymojmë dhe zgjohemi, por padyshim që duhet jemi shumë falenderues edhe për shëndetin tonë mendor që duhet ta ruajmë. Jo çdo herë duhet ta kemi një problem të caktuar që ta konsiderojmë veten që kemi nevojë për një psikolog apo për një bisedë thjesht profesionale. Që kemi nevojë na dëgjoj dikush pa na gjykuar, që kemi nevojë na dëgjoj dikush pa na thënë edhe mua më ka ndodhur. Që kemi nevojë që shëndeti jonë mendor të mbrohet nga toksiciteti që na rrethon. Dashtëm, dinamizmi dhe çdo gjë tjetër që përballemi në përditshmërinë tonë mund të jetë një toksicitet për mendjen tonë. E si ta ruajmë shëndetin mendor? Maji botërisht njihet si muaji i shëndetit mendor, muaji ku flitet shumë dhe shëndeti mendor nuk është më një tabu as në vendin tonë, pavarësisht që dikur mund ta quajmë si një prej problemave dhe temave më tabu dhe më të panjohura dhe më të pafolura. Ndoshta e folur tinca mund ta themi, sepse kemi pasur raste edhe të fshehura, të cilet psikologun e kanë trajtuar si një pjesë që duhet ta fshehin sepse është torp. Sot fatmirësisht kemi ndryshime, kemi avancime në këtë aspekt. Por në muajin e shëndetit mendor, padyshim që duhet ta trajtojmë me njerëz profesionistë, njerëz që çdo ditë të jetës së tyre, nga mëngjesi deri në përfundim të orarit, përballen me probleme të ndryshme të pacientëve apo klientëve që ata kanë në përditshmërinë e tyre. Kush më mirë se mike e emisionit Familja Joni, Belinda Alili, një psikologe me vite të tana që ka kontribuar në shëndetin mendor. Jo vetëm pranë pacientit, por edhe pranë medjave, kudo e pranishme me vite për të përgjigjur dhe për të këshilluar publikisht opinionin e medjave e pacientët e saj. I Belindën tashme kam studio. Mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësi më u rikthy në emisionin në të cilin unë jam rritur si njeri, jam rritur mediatikisht, e kam ndjerë peshën e përgjegjësisë në të folurën publike dhe faleminderit që mbi një dekadë keni suportuar dhe keni qenë zë i ndjeshëm në komunitet, jo vetëm në volum të zërit, por në punën që nuk mund ta them që ka qenë punë vetëm pjesa që është dukur në emisione, në kamera, me thënë puna juaj, mbështetja pa kusht dhe mbi të gjitha dashuria që dhuroni në çdo moment ku ndodheni pranë njerëzve, ndoshta është një mesazh jashtëzakonisht jo i vetëm i bukur, por dhe potent në kuptimin e mësimit dhe e dhënies së mesazheve në shoqërinë cilën jetojmë. Shumë e rëndësi kur vlerësohemi nga njerëz që kanë vlerë dhe normalisht që e përjetojmë me emocion sa herë që mysafirët në këtë rast të cilët unë i vlerësoj dhe i marr me përgjegjësi të lartë për të folur pranë opinionit, ka një vlerësim të tillë për punën tonë dhe të falenderoj shumë për këtë vlerësim. Falenderimi është i ndërsjellët. Në ndërkohë ata që na njohin e dinë që i Belinda me vite, unë e thash në media, domethënë ku je ftuar gjithmonë ke qenë pozitivisht me përgjigje dhe vetëm arsye ka qenë misioni yt kryesor që t'jesh pranë qytetarëve, t'jesh pranë publikut, që ta ngritesh nivelin e vëdësimit mbi shëndetin mendor. A mendon i Belind se do doja shumë që ta nisim këtë bisedë në këtë pikë, që ja kemi arrit? A mendon që kemi arrit me ndryshu diçka? Goxha mirë është të bërë shumë sensibilizim në aspektin e opinionit publik. Njerëzit nuk është ndoshta që nuk po mund të them me saksi të plot e kanë kuptuar, po e kanë ndjerë që është e rëndësishme. Dhe mandej po flasim pak ma lehshëm, adresojmë problemet pak ma lehshëm. Edhe një gjë tjetër që ndoshta, për shembull, shumë shpesh e thonë që e kam dëgjuar ose e kam parë. Kjo i bie që mbi një dekadë punë, ndoshta ka fillu një qik, po them, të korret suksesi.
Absolutisht që po, unë e thash nëse dikur ka qenë shumë tabu, sot flitet, sot shkohet e psikologut, sot kërkohet numri i psikologut, sot postohet një sukses në bas seancave të psikologut, gjë që nuk ka ndodhur dhe unë këta e quaj edhe sukses. Kjo për mua është një ndryshim pozitiv në shoqërinë tonë, sidomos në një vend të dalë pas luftës, që traumat vazhdojnë të jenë të pranishme. Dhe shëndeti mendor vazhdon të jetë një shtetësim. Goxha do më thënë pike ndjeshme. Të thuash edhe ti nga seancat që bën çdo ditë. Unë mendoj që ndoshta punën kryesore ka bërë pjesa e sensibilizimit të opinionit publik, e kanë bërë njerëzit të cilët kanë marrë një shërbim edhe mandej e kanë nda me familjarët e vet, me miqtë e vet e tjera. Se fatkeqësisht do më thënë dhe me përgjegjësi të plotë e them që institucionalisht nuk është punuar asgjë, nuk është punuar as si vjet, nuk punohet as në baza ditore, mandej nuk kanë edhe çka me për shembull nuk kanë edhe çka me jap mesazhe në muaj të tillë. Edhe jo rastësisht, muaji maj është caktuar si muaji i sensibilizimit mbi shëndetin mendor. Jo rastësisht, për shembull, është lëni gjithë muaji, se ka mundur intensive është një javë. Dita e shëndetit botror është me 10 tetor që e kemi shënuar bashkë gjithmonë. Mirë, po ky muaj është muaj që thret për aksione të përbashkëta, thret për mesazhe publike të njerëzve që janë në politikë bërje, sepse janë persona që ish dasht me ideu kampanja të ndryshme, sepse gjendja në terren, problemet që po adresohen kohët e fundit janë goxha potente, janë jashtëzakonisht potente. Do thënë, referuar WHO-s, një i shtati adoleshent ka pasqyrë klinike, me thënë diagnostifikohet me një problem shëndetin mendor. Të dhënat preliminare thuhet që 1/4 i banor worldwide diagnostifikohet me një diagnozë psikiatrike. Çdo i 8 qytetar worldwide është në farmakoterapi vetëm për shëndetin mendor, imagjinoni për probleme tjera. Janë të dhëna shqetësuese dhe janë bërë mosha shqetësuese shumë. Mosha po të dhënat janë shqetësuese sepse janë bërë, WHO-ja jep rezultatet nga tereni globalisht dhe tash janë fatlu me shtetet të cilat i kanë mbledh këto të dhëna dhe kanë një pasqyrë të qartë në vendin e tyre cilat janë problemet. Në Kosovë nuk e kemi këtë mundësi, nuk e kemi një statistikë të tillë, nuk e dim sa edhe kush njerëz japin shërbime në shëndet mendor, se përveç institucionit publik, do me thënë të tjerat unë nuk e di, a janë në DNI që nuk e evidentohen, nuk kanë, do me thënë, evidence-based, ose baza e punës klinike, është pasqyrat kryesore për ta identifikuar një problem. Tash na mundemi me ju adresu të dhënave personale vetanake, do me thënë, përderisa para 3-4 viteve, fuqimisht mund të them që në Kosovë kanë qenë prezente çrregullimet e ankthit ose problematikat në ankth, më shumë kanë ardhur si simptomatologji. Sot ka ndryshuar komplet gjendja. Ki epizodet depresive madhore, do me thënë që përcjellen, leset të akumuluara, po që përcjellen edhe me problematika tjera, që janë tentimet për suicid, që i ki problemet tjera, që bashkëdyzohen, që vinë si problematikat personalitetit, edhe, do me thënë, e dyta, kompetencion për negativisht, po them, është pjesa adiksionit, ka eskaluar gjendja neve në qendrën ku punoj unë, dhe ti e familjare me punën që bëhet aty. Më thënë, na kemi evidentu një fëmijë 12 vjeçar dhe nuk është i vetmi, se mandej kemi me varësi prej substancave narkotike dhe jo në fazën eksperimentale, po përdorues, dhe është shqetësuese mandej, do me thënë, në sajet të ti intervistes klinike e punës sistematike që po bëhet me atë fëmijë, na kemi të dhëna tjera për shembull, që në rrethin e tij janë edhe disa të tjerë, një vit më të mdhej ose edhe disa muaj më të ri në moshë. Imagjino tash që, më thënë, pjesa e dhunës verbale, e dhunës publike, e gjërat cilat unë nuk e di më deri kur duhet edhe çka tjetër duhet me ndodh në popullatën tonë për me ndërmarrë masa edhe me funksionalizu strategjinë nacionale për parandalimin e smundjeve mendore.
nuk kanë kohë për shkak të fushatave dhe zgjedhjeve të shpeshta. Më duhet me thonë këto me gjithse emisioni jam nuk është as pak politik, po në është një shqetësim që të vjen me thonë edhe menimin e fundit të parin, kështu që e qita ashtu që shë menova. Sara nuk ka të bëj vetëm me politiken, sepse politika, unë nuk e dija dhe a mund të quajmë politika po cirk, se do më thënë ka ndruar ta bërë, mirë, po kjo duhet të ishte përgjithësi. Bitë të gjitha, jo vetëm përgjithësi politike, kjo duhet me qenë përgjithësi morale dhe individuale e individit, pavarësisht partisë politike i cili është në krye të institucionit që është përgjegjës për me ndërmarë hapa konkret, për me përmirësu cilësinë e shërbimeve në shëndet mendor, se na nuk mundemi me ndalu probleme, duhet me i parandalu. Do më thënë se nuk është vështirë me trajtu një problem, po është shumë ma lehtë me parandalu. Edhe kosta janë shumë ma ullë. Ma more fjallën, edhe kosta është me ullë. Si pas kësaj, Ivelin, që e theme me shumë dhimbje dhe shumë e qartë edhe është një realitet që duhet me pranu sepse po rrethohemi. Mendon që jenë shtu problemet, apo mendon që vetëdijsimi është rritë dhe po lajmërohen më shumë? Ndoshta për që janë shtu problemet janë shtu njëherë e para punës. Ndoshta edhe ato problematikat të cilat kanë qenë të fjetura në saje të traumes kolektive që na e kemi përjetu si popull, adresimi i problematikave prap ekziston, por unë e kam hallin të pjesa trajtimit. Ne të dyja, juve që punoni nga një sferë tjetër për kontriboni në shëndetin mendor, dhe unë jam ndoshta personi i parë që përballet me një krizë në aspektin e shëndetit mendor, na e dim që është kosto e lartë me u trajtu smundjet mendore privatisht. Dhe të institucione publike, ironikisht po e them, i ke vetëm 4 klinika në SHSKUK që janë të mbuluara me shërbimin e psikologit klinik, dhe gjitha klinikat tjera nuk i ki të mbuluara. Unë kom i cek vetëm 4, se kom fillu edhe me e përsërit veten, mirë po sa ma shpesh që përsëritet, po du me besu që ka me e dëgju dikosh, janë 4 klinikat ma të mëdhaja në SHSKUK që nuk e kanë të mbuluar shërbimin e psikologit klinik, që është klinika internos, klinika kardiologjisë me kardiologjin invazive, është endokrina që shumicën e smundjeve i ka të bashkëgëzuara me simptomatologji psikologjike, edhe i ki traumatologjin, edhe unë nuk vazhdoj ma tutje, se është po më vjen edhe tërp me i listu, do me thënë, është kirurgjia e fëmijëve shumë tjera, dhe imagjinoni se në një klinik të QKUK-s nuk ka nevojë vetëm pacienti, se e kanë marrë tabu, pacientët të cilët kanë smundje akute kardiologjike nuk e kanë luksin e momentit për me adresu problemeve të psikologu klinik, po është stafi, njerëz të tjerë, janë familjarë që janë gjithmonë që bashkëshoqërojnë pacientët, ata lese traumatizohen për problemet që ka familjari tyre, po dhe për i gjërave tjera që i shohin, se nuk janë të gjithë njerëzit të përgatitur për ta po them për ta kuptuar, për punuar dhe për ta tejkaluar një smundje akute e cila shumë shpesh flitet edhe për, do me thënë, për vdekjen. Kështu që kaq do me thënë, edhe nuk dua të zgjatem në këtë pjesë, sepse unë mendoj që ja vlen të thuhet, ja vlen të ripërsëritet, por edhe nuk ja vlen më, për shembull, të kërkosh gjëra në vesh të shurdhër, sepse i bie që pasaj problemi është e na. Na duhet me vepru ndryshe, duhet si komuniteti shoqërisë civile me marrë masa tjera, dhe jo me u mjaftu me çdo për 14 muaj 4 par mundësi për me zgjedhë diçka, apo zgjedhim njëjtë. Do me thënë duhet me zgjedhë ndryshe. Për me pas rezultate ndryshe. Ivelin, në çdo vit në ditën dhe muaj në shëndetin mendor, përcaktohet edhe një temë ku flitet për specifikat e atij problemi. Unë do doja shumë që si familja jonë, po dhe bashk, ta trajtonim evolucionin më të madh të jetës moderne që është teknologjia. Shëndeti mendor, a mendon që ka pësuar rënje ose ka pësuar dëme të mëdha për shkak të inovacionit teknologjik dhe rrjeteve sociale, jetës e cila ka ndryshuar AI,
është baza vendësues i emocioneve. Unë mendoj që nuk është bërë, as nuk do të bëhet ndonjëherë, në qoftë se i referohemi potencës së inteligjencës artificiale, se pak ditë përpara kam qenë pjesë po them një grupacioni ekspertësh që punojnë për këtë, dhe kemi kuptuar domethënë sa po them në syrin kritik sa të paprekshëm jemi në kuptimin e dhënies një shërbimi, sepse janë, domethënë nga studime preliminare në kuptimin e plotë të fjalës, janë ardhur në rezultate jashtëzakonisht po them potente dhe premtuese për pjesën e dhënies së shërbimeve në shëndet mendor. Unë nuk e shoh inteligjencën artificiale, se mos pari më vije fjala në gjuhë angleze kërkesë. Nuk e shoh kërcënim, nuk është kërcënim, përkundrazi është një nga inovacionet më potente të teknologjisë së momentit, në qoftë se neve do të ishim të edukuar ta përdornim përkitazi me nevojat që mund t'i kemi. Mu më dhëmb që njerëzit e kanë kuptuar bukfalisht dhe mendojnë, dhe e keqja është që edhe konsultojnë për terapi, edhe konsultojnë për marrjen e farmakoterapisë, konsultojnë për me vetë diagnostifiku veten, dhe ky është rreziku, sepse kujtoj që, për shembull, se qati është një nga këto, se na i kemi pa që për momentin janë edhe 8 të tjera që janë potente jashtëzakonisht shumë, që shfrytëzohen në shkencë dhe teknologji dhe japin mrekullira, domethënë, përderisa kujtoj kohën time që kërkimet i kam bërë manualisht, dhe për shembull kam shkruar fjalën depresion në PubMed dhe më janë listuar jurnalet të cilat e kanë ndonjë artikull për këtë problematik, pastaj është dashur të shkruhet viti i studimet më të reja për këtë pjesë, studimet krahasimore, të gjitha është dashur të bëhen manualisht. Tash në të qintat e sekondës ty të listohen të gjithë artikuj shkencor nga më i riu tek të tjere që janë më të vjetër, listohet dhe gjithë literatura shkencore, listohen citimet, listohen burimet shkencore tjera, dhe çuditërisht neve kemi, se kjo i bie që është ignorancë pastaj, çuditërisht neve kemi këtë urgjencën për ta parë vetëm 3 rreshtat e para që bën shpjegimin e depresionit, dhe neve nuk e marrim as mundimin për ta parë e ceka depresionin, sepse është edhe më aktual. Dhe është më shpesh i diagnostifikueshëm në kohët e fundit. Dhe pastaj, domethënë ti këtu kupton çfarë mundësi e ke dhe sa pak e shfrytëzon, dhe e shfrytëzon negativisht. Për shembull, nëse ti i thua qatit që unë kam këtë dhe këtë dhe këtë simptom, që parcialisht mund të t'jap një përgjigje e cila për momentin të ushqen urgjencën e negativitetit për ta përkthyer problematikën tënde në një problematik të shëndetit mendor. Që është gabim. Jo vetëm që është gabim, po është e rrezikshme, sepse ke disa simptome të cilat përkojnë me disa problematika, edhe që qatit i mungon gjykimi klinik, për shembull, i mungon bashkëndjesia që ti ke, dhe mbi të gjitha i mungon të kuptuarit emocional, jo të kuptuarit logjik, i mungon të kuptuarit emocional, jo secila fazë depresive, jo secila krize ankthit, jo secili çrregullim i personalitetit ka recet mu trajtu. Domethënë nuk ka recet. Qati ta jep mundësinë për me u lumtu në aspektin e shkencor, por jo në aspektin diagnostik. Jo, në aspektin diagnostik është zero. Në aspektin shkencor është inovacioni më i potent i mundshëm. Kur po them potent, asnjëherë në jetën time nuk ka qenë më e mundur dhe më e begatshme për të ullë dhe për të punu një studim shkencor. Dhe andaj, kohët e fundit kemi shumë publikime në saj të facilitetit jashtëzakonshëm, por kemi edhe shumë gabime në diagnostifikim dhe shumë gabime në trajtim. Ti nuk mund ta trajtosh një klient të çfarë dush fushë të shëndetit pa e kuptuar problematikën, pa hulumtuar backgroundin në të cilin ajo problematik ka ardhur te ky klient, dhe e treta, ndoshta më e rëndësishmja, është pa kuptuar hallin
të cilin e ka klienti që po e mirëmban atë problematik, ose po e bën simptomatologjinë e problematikës ma akute ose ma prezente. Unë AI-n nuk e shoh problem, unë problemi shoh rrjetet sociale. Pse? Unë nuk po du me diskutu për asnjë fushë tjetër, se njihem si e tillë, du me diskutu vetëm për pjesën e shëndetit mendor. Sara më dhemb ta them jashtëzakonisht shumë se flitet për njerëz me të cilët kam studiuar, kam bashkëpunuar, e bashkëjetoj me ta dhe tentoj që ta bëj punën ma të shejt që ka mujt me pas një profesion, me trajtu një person që ka nevoj për me u shpreh. Sepse të gjitha problematikat e tjera të shëndetit trajtohen ndryshe. Jo përmes tregimit, jo përmes ndjesisë dhe jo përmes potencës së vetmen që e kanë punonjësit e shëndetit mendor, që është të kuptuarit në dhimbje, sepse ti mund ta kuptosh një appendix dhe mund të tregosh me saktësi të plot në që nivel mundet me qenë shkalla e therrjes, shkalla e dhimbjes, shkalla e infeksionit e tjera, por në një problem të shëndetit mendor ti duhet ta bashkëndjesh atë për t'ja dhënë mundësinë personit që ke përballë për ta kuptuar veten e tij, sepse na bashkëjetojmë me dhimbje për kohë shumë gjatë pa e kuptuar, domethënë, pse po vjen kjo dhimbje, pse po shpërndahet në sferat ndryshme të jetës, pse po na penalizon. Dhe punonjësit e shëndetit mendor, po edhe njerëzit, domethënë, në të gjitha profesionet e tjera, e kanë keq kuptu, po vazhdojnë me keq kuptu, po mendojnë që janë duke promovuar profesionin në rrjete sociale, por janë duke dëmtuar veten e tyre, janë duke dëmtuar imazhin e profesionistit të shëndetit mendor dhe mbi të gjitha janë duke i dëmtuar jashtëzakonisht shumë klientët, njerëzit në përgjithësi. Nuk mund të dalësh me një video ose si ta quaj këtë para fytyrës dhe të japësh një recetë për problematikat e një shërgullimit të personalitetit. Dhe është individual. Dhe të tregosh se si duhet të sillesh me një çrregullim të personalitetit. Ju lutem, se është edhe muaji i shëndetit mendor, se edhe familja ime shifet gjithandej, unë dua t'ju bëj thirrje profesionistëve të ashtu quajtur, se nuk e di a janë, ju lutem mos e keq përdorni, çrregullimet e personalitetit janë smundje potente mendore, edhe nevojitet ekip multidisciplinare për me i trajtu. Domethënë është psikologu klinik, është psikoterapisti, është psikiatri dhe është mjeku familjar. Domethënë ekip multidisciplinare duhet për me trajtu një çrregullim personaliteti dhe jo me trajtu në rrjete sociale, me dhonë receta, me dhonë simptome të një çrregullimi të caktuar të personalitetit dhe me dhënë mesazhe shumë të padrejta se si duhet të sillemi me këta persona. Sinqerisht më shqetësojnë kur i dëgjoj dhe i shoh e para i vendosin domethënë device-et para fytyrës, as kavitetin e gojës nuk e kanë në rregull kur flasin për këtë problematik, fusin filtra të cilët e shpërfytyrojnë komplet realitetin dhe mesazhi pastaj është jashtëzakonisht denigrues, cënues, paragjykues, edhe mbi të gjitha është kategorizues. Ne nuk mund të bëjmë kategorizim të individëve në saj të problemeve të shëndetit mendor, sepse gjithë jetën po punojmë me e ul stigmen, mos me u kategorizu. Nëse ti ke një problematik në shëndet mendor, ti je klient, nuk mund ta quash dikën se këto me çrregullime të kësaj ose të asaj. Kategorizimi është dëmi më i madh që mund ta bëni dhe jeni duke e bërë. Unë jam krejt në rregull, jam shumë pro profesioneve të reja, por duhet të identifikoni veten
në që kategori bëni pjesë, a je bloger, a je influencer, a je punojnë si shëndetit mendor, psikolog, terapist, e tjera, se janë futur disa nën kategori që po i përvishen këtij profesioni, që nuk janë pjesë e tij. Dhe kur e sheh klikimet dhe shikimet e atyre video të të them këtyre kolegëve tu që i kritikon me të drejtë, janë nuk po i kritikoj, po bëj ftesë për t'u edukuar, për t'u edukuar dhe për ta kuptuar problemin. Po le ta marrin edhe si kritikë Belin. Le ta marrin si të duan, se nuk është halli im si e marrin të tjerët, halli im është që të dëgjohet mesazhi në komunitet. Njerëzit që kanë nevojë, ju lutem, zgjidhni me kujdes personat me të cilët do të adresoni problematikat e juaja se mund të dyfishohen. Këtë hall kam unë. Sidomos kur sheh edhe komentet te këto video me që ndale, sepse është pjesë e muajit të shëndetit mendor, sepse rrethohen këto. Komentet janë ashtu drejt për drejt, unë kam këtë problem, më thua, dhe vjen një koment pasues që ja jep një këshill aty në koment dhe është e dhëmshme. Unë e di, unë për veti personalisht kam shku, kam bërë seanca të psikologëve dhe e di se sa e rëndësishme është privatësia, kur ti shpreh emocionin tënd dhe merr një pyetje, merr një feedback dhe jo vetëm individual. Është e gjithë klima që e kompleton seancën. Sakt. Mu m'la përshtypje shumë gjatë kohës kur folja dhe përmende disa herë depresionin dhe e the si shpesh që depresioni mbetet problemi më i shpesht. Unë po du me diti Belin, edhe si qytetar, po edhe si gazetar në këtë rast, si mund të ne ta dallojmë një stres të përditshëm me një depresion. Sepse shpesh kur trish tavolin me njerëz thonë depresion jam. Do të thonë sikur e diagnostikojmë veten me depresion, kam këto. Çush e dallojmë? Sepse edhe stresi ditor mund të jetë një ngarkesë që mund ta shprazim, po jo çdo domosdoshmërisht një depresion. Sakt. Unë kujtoj që edhe kjo pjesa e përditshmërisë tonë është influencuar jashtëzakonisht shumë prej rrjeteve sociale. Këto deklaratat e kam një këse, e kam një ase, jo pse është turp që t'jesh në një fazë depresive, është shumë normale. Po veç është mirë me pas një diagnozë profesionale. Edhe një diagnozë profesionale po edhe duhet që të dish, të kuptosh që nuk je duke ja lehtësuar vetes tënde as personit që ke në krah, nëse bën një deklarat të ati niveli, sepse depresioni është çrregullim. Është çrregullim dhe bën pjesë të çrregullimet e humorit në pjesën e manualit për diagnostifikimin e sëmundjeve në shëndet mendor. Pra, e zbuta, shkurt, është sëmundje. Dhe në momentin që neve e relativizojmë, do me thënë, për mes shprejeve, batutave e gjërave të tjera, neve e habituojmë të pjesën e marrëdhënies sociale për ta ulur impaktin që mund ta ketë një epizod depresiv në jetën e njeriut. Është jashtëzakonisht potent si problem. E para e punës çfarë ndikon, ai ul sistemin imunitar, e dobëson do me thënë, duke na bërë pro të problematikave tjera që mund të vijen zinxhir njëra pas tjetrës. Në qoftë se po e lidh pakës me pjesën e simptomatologjisë tjetër që me kuptua dhe me pa që nuk është vetëm depresion. Krahasimin gjithsesi. Më thënë, në qoftë se ti je pro më shumë e kokëdhimbjeve 3 muajt e fundit, nëse je më shumë pro e dhimbjes së nyjeve të mëdha të trupit, kockave, problemeve me stomakun, ke filluar të besh në pesh ose të shtash pesh jashtëzakonisht shumë, sikur çdo gjë të vije si e pa kuptim ose e pa nuk ka të bëj vetëm me lumturinë si fjalë, por ka të bëj me sensin e të ndjerit. Do me thënë ti dhe ata shohësh ti kry një punë caktuar, por nuk e ke motivin për ta bërë, e bën në mënyrë robotike. Pastaj ti pengon komplet rutina ditore, do me thënë, i bën të sforcuara ose vjen te pika ku ti shmang rutina ditore. Orët e gjumit ose janë shumë më të gjata se sa normalja, ose janë shumë më pak se sa normalja. Do me thënë ti ke një fatigë nervore, ngrit zërin shpesh ose shpërthen në momente emocionale që mund të jenë të momentet jo shumë të rëndësishme, jo shumë potente, po nga që ka rënë pjesa e të kuptuarit të vetes, pjesa e
përpunimit të informacioneve ose të një hallit momentit që mund ta kesh. Stresi, ma mirë mi thonë, distreset e ndryshme janë momentet në cilat neve rikuperohemi. Kemi 2 deri në 3 ditë të cilat trupi merr kohën e nevojshme për ta kthyer punën, për ta kthyer rutinën ditore, për ta vazhduar sportin, për të vazhduar gjërat e tjera të cilat i kemi. Stresi nga distresi dallon, sepse stresin e kemi stres të mirë dhe jo të mirë. Stresi i mirë është kur na shtyn pak ma shumë me punu, jemi ma azhur, bëjmë përpjekje për të përmirësuar diçka. Stresi jo i mirë është ky stresi kur neve akumulojmë dhe gjithmonë gjejmë veten tonë duke thënë, okej, se nesër përfundoj, mirë se adresoj këtë problem kur t'i vije koha, e tjera. Prolongojmë disa situata stresuese duke mos i adresuar, e krijojmë një klimë distresi. Ky distres kthehet në sindrom. Sindroma është kur kemi disa simptome depresive, që është pamundësia për me kooperu në daily tasks, në rutina ditore, pamundësia për me ju adresu kërkesave që janë, për shembull, kërkesave familjare shumë të thjeshta, kur një bisedë spontane dhe shumë e ndjerë, për shembull me anëtarët e familjes të kthehet në një makt, kur për shembull bashkë bisedimi ose bashkë shoqërimi me miqt edhe njerëz të tjerë që ti ke pas në jetën tënde, persona të vlefshëm, sikur i shmang, nuk don të ballafaqohesh me ta. Çdo tentativë për të thënë shif se diçka ka ndryshuar, nuk të kam prezente si më herët, për shembull menjëherë është kalon në pozitë vetë mbrojtëse jo se nga e vren ose gjëra të tilla, edhe kjo lodhja që çuditërisht e dëgjon sot nga shumica e njerëzve, është lodhje psikologjike. Lodhja psikologjike dallon nga një lodhje e zakonshme ditore ose javore. Ta zëm, kemi ndruar vendbanimin dhe është shumë normale që neve lodhemi, kemi ndryshuar vendin e punës, është shumë normale që na duhet për mu ambientu. Mirë, po nëse kjo lodhja vazhdon, çdo gjë më vjen shumë e sforcuar për ta bërë, atëherë neve flasim për një epizod depresiv që potencialisht mundet me u kthy në një depresion madhor. Depresioni madhor është sëmundje e cila në spektrin e shërgullimeve të humorit ti pamundson rutina ditore, ta pamundson jetesën dhe bashkëjetesën në mënyrë të kënaqshme me njerëz të tjerë, dhe mbi të gjitha është rrezik për me humb dëshirën për jetë. Që është shumë e dëmshme dhe fatkeqësisht kemi raste shumë. Mund të ketë dikush atje që po na dëgjoni Belinde dhe thotë, po mirën, po shkojsha te psikologu, po qysh po ma shnashka. Psikologu na mëson mekanizma mbrojtës për me jetu me atë pjesë, apo na ndihmon që të ndryshojmë stil tjetës, qëndrim në situata? Psikologu per se si vetëm as njërën as tjetrën. Psikoterapia, po. Do me thënë, një punonjës i shëndetit mendor, se duhet ta sqarojmë, sepse ka shumë. Dhe sa mirë bën që nuk lodhesh duke sjellur gjëra që i kemi diskutuar, por që ka nevojë ndoshta ende shumë të flitet për to. Kur nuk është boll. Psikologu është individ i thjeshtë, si mjeku, si gazetari, si gjithë të tjerën. Psikoterapia, po. Psikoterapia është pjesa e cila bën diferencën pastaj. Sepse është shumë rozë si temë, kur thuhet se unë kam psikologun tim dhe unë shkoj te psikologu im dhe çfarë bën? Çfarë bën atë? Ma e madhja që e pyetja që e marrim. Sakt. Unë kam këto probleme për ditë, çka më bën mu psikologu? Psikoterapia bën diferencën dhe është potenca e vetme, shumë reale, e matshme, e rregullimit të problematikave në shëndet mendor. Kur po them e rregullimit, ka problematika të cilat rregullohen dhe nuk përsëriten. Ka problematika të cilat mësohet të menaxhohen. Dhe ka problematika të cilat menaxhohen përmes psikoterapisë, por nevojitet edhe ekip multidisciplinare. Çka bën një terapist i mirë është që dëgjon me kujdes,
merr informacione të cilat është vështirë t'i marrësh nga një klient për një kohë të shkurt dhe në qoftë se ti në fillimet e punës tënde i tregon që ti e kupton natyrën e sëmundjes, sepse nuk kupton asnjë gjë. Absolutisht asnjë gjë. Një intervistë klinike e detajuar, një dëshirë për ta kuptuar klientin dhe jo për t'i dhënë përgjigje, sepse ato i merr dhe në artikuj shkencor, dhe në një emision, mirë po të kuptuarit e hallit bën diferencën. Dhe pastaj, shumë bukur i cekët jo, këto mekanizma mund dhe mos me ekzistu. Neve i ndërtojmë mekanizmat e ballafaqimit, i forcojmë ata, gjejmë kanale që do më thënë klienti me besu në këta mekanizma, se nga njerë dhe besimi është totalisht i cënuar, i rënuar, nuk ndoshta asnjëherë në jetën e tij nuk ka besuar në aftësitë që mund t'i ketë. Dhe pastaj bëhet si me thënë, mbledhja edhe identifikimi i simptomatologjisë, pastaj bëhet ndarja e kësaj simptomatologjie, në që shkallë është, në që kategori është, në cilit problemi referohet, a ka dhe sëmundje tjera bashkëshoqëruese, e tjera. Dhe kur definohet, do më thënë, tabloja klinike, bëhet një plan i detajuar i intervenimit. Dhe ky plan përcillet, nuk është ky plan vetëm një seancë bashkëbisedimi, plani do më thënë ka një objektiv të caktuar, ka një qëllim të caktuar, shfrytëzimin e teknikave për me e ndërtu për shembull një aftësi ose shkatësi të caktuar, për me e testu atë dhe mandej për me pa cili është rezultati. Më thënë, puna psikoterapeutike është jashtëzakonisht e vështirë edhe është jashtëzakonisht e dhimbshme o Sara, sepse na ndoshta kemi potencë të jashtëzakonshme dhe për x arsye nuk besojmë të ajo potencë dhe ty të nevojitet do me thënë një punë sistematike për të kuptuar që ti ke këtë shkatësi dhe e menaxhon këtë krizankthi për shembull në një të folur publike ose e menaxhon këtë fatigë në një X ambient në të cilin të kërkohet që t'jesh prezent, e menaxhon këtë trigger që të vijë në saj të problemeve tjera potente në shëndet mendor, e tjera. Prandaj, psikoterapia bën diferencën nga një bisedë e zakonshme, nga një takim me psikologun, e tjera. Po, edhe shumë mirë, doja shumë ta shtjelloje po ashtu edhe pjesën që shpesh problemi mund t'jetë shumë i vogël, por mënyra se si ke nevojë me u ndëgju, mund të arrisë mendimin edhe ta bëjë një problem shumë më të madh në mendjen tënde. Një i ndëgjuar profesional dallon me një të ndëgjuar gjykues. Dhe këta po du me sqaru shumë mirë. Shumë mund ta kem një shoqe shumë të ngushtë, por ndëgjimi i saj mund të jetë jo profesional. Edhe mund të marrisë problemin e vogël që e kam në kokë të ma bëj më të madh. Këtu dallon një bisedë profesionale me një bisedë miqësore. Edhe biseda miqësore është ndoshta kryequt të bazuar në simpatin që kemi për njeriun. Si jemi realist pastaj. Ndoshta edhe në ndjeshmërinë, sensitivitetin, gjërat që i kemi kaluar bashkë. Të dëgjuarit profesional nuk është forme të dëgjuarit për të kthyer përgjigje, është forme të dëgjuarit për të kuptuar, është forme të dëgjuarit për të krijuar ambient që ti të mos ndjesh i gjykuar, i kërcënuar, i paragjykuar, i tepërt ndoshta, se edhe në mjedise shoqërore unë shpeshherë nga fjalët e para që klientët hapen kur janë të stërmbushur, do me thënë, dhe vjen ai momenti ku flasin dhe për një moment thotë, kërkoj ndjes se ndoshta të kam bezdisur, sepse të gjithë farefisin ose të gjithë miqtë e mi i kam bezdisur. Do me thënë, ja kanë transmetuar këtë ndjesi se nuk e shpik vetë. Dhe mandej e generalizon, thotë në çdo mjedis unë jam i tepërt, i stërmundoj, jam bërë barë e njerëzit mi dashur e tjera. Prandaj, do me thënë, pjesa e punës klinike është të dëgjuar aktiv, mbështetje në kuptimin njerëzor të fjalës, se nuk ka mbështetje vetëm
terapeutike, sepse pa e pas këtë të ndjeshme, pa e pas njerëzore nga ana jote, nuk mund ta japësh. Mund të bësh reelsa të tillë në internet, po nuk mund ta japësh të ndjesi. Pastaj për ta relaksuar pak dhe bisedën. Pastaj është shumë e rëndësishme që ti të jesh prezent me njeriun që e ki përballë. Se nga njerë edhe unë si terapist nuk e kam asë një fjallë magjike. Nuk e kam asë një mundësi ndoshta për momentin për të krijuar diçka. Thjesht e kam ose e kam një bashkë me te, ose kam një moment ku neve shihemi, ndjejmë këtë emocionin e njëjtë. Jo vetëm emocionin, ndjejmë këtë ngërçin, sepse mos pari është fiziologjike, se emocionet disi i bllokojmë, na të gjithë i bllokojmë, po është fiziologjike për shembull, se unë kur ndjej ndonjë klient i cili është jashtëzakonisht i shqetësuar dhe vjen këtë, ai të bjen këtë energjinë e ankthit për shembull, e bjen dhe në studio, ose për shembull dikush që ka pjesën e dhimbjes kronike nga një problemi të shëgullimit personalitetit që manifestohet me dhimbje të jashtëzakonshme shpirtërore. Ti sikur e ke një lodhje pak më ndryshe nga seancat tjera, sikur ke pastaj ke një vetë reflektim për shembull për potencën që ke si njeri. Dhe këtë ta mundëson psikoterapia vetanake, fazat e zhvillimit si terapist, fazat e vetë zhvillimit që është kryesorja, psikoterapia personale si individ, pastaj psikoterapia grupore si profesionist. Dhe unë këtu vaqoj hallin klientëve sepse dalin para njerëzve të cilët nuk kanë marrë asnjëherë as terapi personale, as terapi grupore, as terapi medikamentoze, asnjë gjë tjetër. Në çfarë fazë nga eksperienca dhe puna që bën, në çfarë fazë lajmërohen ose në çfarë fazë kërkojnë ndihmë kryesisht në vendin tonë qytetarët? Goxha potente sepse e kam përgjegjësinë ta them. Lajmërohen goxha vonë fara, me keqardhje them, po goxha vonë lajmërohen. Lajmërohen ndoshta kur simptomat kanë filluar të bëhen sindrom ose shumë shpesh për mos të thënë gjithnjë në fazën e fillimeve të patologjisë ose një patologji që është goxha e moderuar. Kur në fakt është koha ideale, ose unë edhe temën e emisionin e titullova kur mendja ka nevojë për ndihmë qëllimisht, sepse maji nuk është një muaj dhe vazhdojmë të jemi mirë pastaj, ne mund të flasim në maj dhe në qershor të jemi shumë ma poshtë në maj. Po kur në fakt duhet ta dalloj një person ndryshimin e parë të lehtë, ta themi fazën fillestare, që mos kemi nevojë për trajtim dhe shërim, por për parandalim. Sa bukur kjo e mendjes. Kemi nevojë çdo ditë, çdo minutë, çdo sekond që na jepet mundësia, neve duhet së pari ta vlerësojmë shumë aparatin e të menduarit, sepse është jashtëzakonisht i vlefshëm, është dhe në qoftë se nuk kujdesemi për të, atëherë do të kemi probleme të jashtëzakonshme. S'ka të bëjë vetëm me pjesën e shëndetit mendor, ka të bëjë me problematikat neurodegenerative që janë smundjet më potente të momentit worldwide në gjithë botën. Nuk vije rastësisht një demencë, nuk vije rastësisht një sklerozë, nuk vije rastësisht një problem në sistemin ekzekutiv funksional të menduarit. Këto të gjitha janë pasojë e streseve të ndryshme, pasojë që neve nuk e marrim si të garantuar mendjen tonë, mirë po ajo është gjëja e parë në cilën duhet me intervenu. Ndoshta para se me u zgju edhe me i bo ritualet e mëngjesit, sportin e mëngjesit, na kemi nevojë për një 3 deri 5 minutë të meditimit, të relaksit. Nuk po them që meditimi nuk është shkencë në vete, nuk kemi nevojë për gjëra të tilla. Kemi nevojë, kur po them meditim, po du më kuptu drejt. Nuk është vetëm kjo pjesa që arritje sepse meditimi është kur ti arrin që me vedije të plot të shmangësh mendimet të cilat të dëvijnë dhe të drejtosh mendimet dika tjetër. Nuk e kërkoj këtë gjë, nuk mund ta bëjnë gjithë njerëzit. Unë kërkoj që mos të fillohet
dita me telefon celular. Unë kërkoj që mos të bëhet zgjimi, për shembull, i momentit nga alarmi. Leni 2 minuta para pjesës që duhet të dilni nga shtrati, reflektoni për momentin, reflektoni për veten, ndjeni trupin tuaj, peshën e tij në vendin ku jeni shtrirë, përqafoni personin që keni afër, fatlum janë ata që zgjohen me njerëz të dashur afër vetes, bëjeni zgjimin ritual, është shumë e rëndësishme me u zgju nga drita natyrale, jo nga këto dritat artificiale. Largoni device-et edhe celularet prej dhomës së gjumit, sepse një gjumë me kualitet dhe një zgjim me kualitet e bëjnë, e ruajnë këtë mendjen tonë. Pastaj zgjedhni prioritetet e juaja. Ju çdo gjë që vjen gjatë ditës duhet t'ju marrë dhe t'ju përfshi, qoftë situatë traumatike, qoftë situatë politike, qoftë situatë e punës, qoftë situatë familjare. Edhe ndërtoni kufi të qartë personal. Jenë parakushti i parë dhe i vetëm për me rujt mendjen tonë. Të shpresojmë, nështë kështu t'ingllojnë shumë të pamundura, se disa mund të t'ingllojnë luks. Për shembull, dikush mund të thotë, s'kam kohën 3 minuta me meditun me mëngjes, dikush tjetër mund të thotë, nuk kam kohën ato, po prapë se prapë le të provojmë me i dhuru vetes. Po nëse s'kan kohë 3 minuta ta bëjnë 2, nëse s'kan kohë 2 minuta ta bëjnë 1 gjys. Nuk është të thënë 3, me patjetër të filloj me 1 gjys e pastaj e rrisin, kur e shohin dobinë e rrisin në 5, në 10 e tjera. Ose unë që praktikoj vetë, shpesh pauzat e punës dali bëj vetë. Dhe me thënë e marrë telefonin, laptopin, edhe nëse kam e kry në i punë, po nuk foli me kërgan. Ajo më ndihmon shumë. Nuk e dia konsiderohet pjesë e vetë terapisë. Do t'ishte edhe më e mirë që mos ta marrësh asnjërin as tjetrën. Dhe të bësh një ecje për shembull, ose të bësh një ritual që është një ushqim i preferuar, një pije e preferuar, po të jetë unë dhe vetja ime. Po, unë besoj që secili duhet me gjetë çka i ndihmon. Unë kam gjetë këta, dalë me bë pauzën vetë, dhe më ndihmon shumë me qetësu veten prej ndonjë akumulimi ose stresit ditor. E di që prekëm disa prej problemeve të shëndetit mendor dhe unë do doja shumë që shëndeti mendor t'jetë prioritet, ashtu si që është zemra, ashtu si që është smundjet malinje të cilat janë në rritje sipër, ashtu si që janë smundjet kronike, shëndeti mendor t'jetë prioritet, le t'jetë një check-up, le t'jetë një kontroll e secilit prej neve. Ajo që ka pëdu si pyetjet fundit në këtë pjesë, sepse lajmërojnë edhe nga regjia që kemi kalu minutazhen, është një pyetje ndoshta e çuditshme, por që të ndodh ta ndëgjosh. Nëse jo nga klientët, nga rrethi patjetër, edhe unë që si jam psikologe ndëgjoj. Në dinamizmin që po jetojmë, çdo i dyti person ta thot, kam fëmijë, kam familje, kam makinë, kam punë, kam këta, po jam shumë i palumtur, jam shumë i papërmbushur. Pse po ndodh ky trend i palumturisë dhe i papërmbushmërisë emocionale, në ndërkohë që nuk i mungon asgjë njerëzve? Po e tham kushtimesh, nuk i mungon asgjë. Ti duhet të zgjedhësh sepse jemi në presion të kohës, cilën nga përgjigjet e don. Përgjigje neuroshkencore, e don përgjigje sociale apo e don përgjigje individuale? E dua sociale dhe neuroshkencore dhe në fund individuale. Atë në aspektin neurobiologjik, mendja jonë kushtëzohet nga një shkarkim i një sekrecioni në trupin tonë që quhet dopamin. Dhe neve operojmë në dinamizmin ose termin e dopamines. Do me thënë, dua ta shoh çfarë po ndodh në botë, e marr kuotën e dopamines, edhe mandej kaloj në një task tjetër, mandej kaloj në një veprim tjetër, mandej kaloj në një muhabet tjetër, dhe prap nuk e kam lënë trurin tim që ta ketë marrë satisfaksionin nga një veprim i caktuar, nga një informacion i caktuar. Dhe lidhemi në këtë ciklin, sepse vetëm kërkojmë të arrijmë këtë dopamin, në momentin që tenton të bie, kërkojmë të arrisim, dhe kjo është një farlloj adiksioni në kuptimin e plot të fjalës, sepse neve mësohemi të reagojmë ose
ta kemi një farlloj satisfaksioni vetëm në pjesën kur dopamina është e lartë. Kush e ul dopaminën? Dopaminën e ul një dëshirë për ta pas një informacion, burim të informacionit, po them, që i ka disa forma të shpjegimit dhe nuk e ka vetëm atë për e cila neve na jep eufori. Kur neve nuk e shohim një lojë të futbollit për shembull, vetëm për shkak të gollave që ipen ose fitores që ndodhet në fund, por e shohim përmes lojën si proces, adrenalinën, investimin që e bën gjithë secili pjesëtar aty e tjera tjera. Për të gjitha sportet vlen. Ishte shembull. Po. Edhe ndoshta në marrëdhëniet njerëzore është në procesin e ndërtimit të një marrëdhënie dhe jo vetëm në asaj të përfitimit që kam unë nga ajo marrëdhënie. Thënë përfitimi nga marrëdhënia rrit dopaminën. Procesi i ndërtimit të një marrëdhënie e normalizon dopaminën dhe të bën ta shijosh procesin. Ndërkohë nga aspekti emocional? Nuk ndodh. Nga aspekti emocional është vetëm hijacking, që nuk di si ta përkthejnë gjuhën shqipe, arrihet një kulm edhe mandej emocioni i bjen për tokë, sepse nuk është përjetuar, vetëm është arrirë si emocion. Unë jam shumë e lumtur, por nuk e përjetoj lumturinë se nuk kam kohë ta përjetoj tash, e përjetoj më vonë. Për shembull, kam arritur një trofe dhe unë festoj me grupin, por nuk ulem për shembull edhe të them wow, sa sakrificë ka qenë, për shembull, sa herë jam lënduar unë në këtë trofe, ose sa i mirë ka qenë ekipi, sa i mirë ishte, për shembull, çuni i cili më pasoi topin për ta bërë gol, se nuk e di nga më vije. Ndërsa edhe nga nuk e di, jam rritë në një familje sportistër të janë persona që e duan futbollin shumë, nga që tash nga fundi janë. Letrim fush të kjo pjesë mos dalin. Përgjigjja sociale është që, do me thënë, jemi mësuar që t'i marrim gjërat shumë të kushtëzuara. Jashtëzakonisht të kushtëzuara, nuk japim asgjë pa kushte. Bëje këto se ta dhoni çokoladë, për shembull. Gjitha gjërat i kemi marrë të kushtëzuara dhe tani nuk di më të shijojmë diçka që nuk është e pakushtëzuar. Me thënë, nëse unë nuk do ta fitoj një lojë të futbollit, më mirë që të mos më fus trajneri fare në fushë. Okej, qartë, po, shumë e qartë. Megjithëse ke shembujt me futboll, po më çudit sa nivelin. Ose për shembull, nëse ta zëm, se është edhe kjo euforia tash e këtyne mbramjeve të fund shkollës. Për shembull, nëse nuk dukem si filan personazhi sakt, as nuk dua që të marr mundimin të bëj foto ose të më mbesin kujtime të tilla. Ose nëse nuk ma plotësojnë prindrit këtë, as unë nuk do e bëj këtë. Me thënë, pjesa e kushtëzimit është pika kulmore në penalizim. Që na instalohet prej fëmijës së hershme. Te kjo pjesa kur e shpjegove emocionale, më falni për minutazhin djem, emocionale dhe individuale. Më la shumë përshtypje dhe patjetër që më duhet me tnal edhe një herë. Ti thua që unë ta përkthej nëse të kam kuptuar qartë. Euforia për mi tregu botës, për mes rrjeteve sociale që e kem arrit trofejnë, na nuk ja japim kohën vetes me reflektu sa vështirë keme arrit çat trofej? Jo, as sa vështirë, as sa e kënaqshme. E rëndësishme është të publikohet. E rëndësishme është që të tjerët ta shohin suksesin tim, sepse unë nuk jam i bindur në të. Mua më duhet një aprovim nga jashtë, më duhet një koment, një like, një zemër, bravo, më duhet një wow, dhe ka që më thënë. Një shpërndarje prej të tjerëve, dhe kjo në ndalën të përjetojmë lumëturin tua? Kjo të ndalën të përjetosh lumëturin, kjo të tregon që je më shumë i preokupuar të pjesa e dokumentimit se sa të pjesa e realizimit. Përjetimit dhe realizimit. Shumë e mirë kjo, dhe unë jam shumë e lumtur që u hap si temë, sepse në këtë pikë kalojnë shumica prej atyre që po na shikojnë jashtë. Ndoshta kam kalu edhe unë, ka mundësi ke kalu edhe ti her pas here. Ka momente kur punojmë shumë në një punë,
por nuk e shijojmë suksesin e asaj pune. Unë tash e kam kalu edhe e ndjej këtë pyetje dhe këtë koment prej secilit. Kam kaluar. Edhe andaj vjen te pika ku ti më nuk e bën punën tënde, prapo du me dalë të shëndeti mendor, nuk e bën punën tënde për ta dokumentuar në rrjet social, por punon çdo ditë prapa kuintave dhe kur janë, do me thënë, momentet për të dhënë një mesazh publik, se e folura publike është përgjithësi dhe e kanë keq kuptuar, po mendojnë që është privilegj, nuk është privilegj, është përgjithësi e jashtëzakonshme, se privilegjet duhet të kemi të tjera, andaj ju lutem kushdo që ka të bëjë me njerëz, po dhe ata që nuk kanë të bëjnë me njerëz drejt për drejt, po në forma tërthorazi, jepni mundësinë personave që i keni në krah të dëgjoni, të mbështesni dhe mbi të gjitha të përkrahni, sepse përkrahja është çelësi i arritjes së një suksesi që afatgjatë do të përcjell me ndjesi të mira dhe ndjesi të realizimit aktualisht edhe një plotësim në nivele të ndryshme të kënaqësisë. Evelin, shumë kënaqësi me ndëgju çdo herë. Faleminderit shumë. Për mu nuk është vetëm kënaqësi, është edhe përgjegjësi shumë e madhe për me qenë pjesë e emisioneve të tilla, të cilat kanë jo vetëm audiencë, po dhe audiencë kritike në fakt. Kështu që faleminderit shumë Evelin. Faleminderit juve. Dashur me së bashku me psikologën i Belinda Alili kemi folur për majin, muaj i shëndetit mendor. Në gjithë botën shënohet me tema dhe çështje të cilat e shqetësojnë qytetarin e atij vendi në bazë të statistikave që kanë nxjerrë fatkeqësisht e tha dhe i Belinda në Kosovë nuk kemi statistika dhe të dhëna për të identifikuar saktë se ku është problemi kryesor dhe ku çalojmë dhe ku duhet të punojmë në parandalim dhe përmirësim, por ajo çka është e mirë që kemi profesionistë të shëndetit mendor, kemi media të cilat po punojnë fuqishëm në ngritjen e rolit të gjithë personave që punojnë fuqishëm në shëndetin mendor dhe kemi nivel të lartë të vëdësimit të qytetarëve që vlerësojnë rolin e ekspertëve të personave që punojnë në shëndetin mendor. Dhe ky është lajmi i mirë. Sa më shumë që ndajmë shqetësimet tona, sa janë të vogla, mund të parandalojmë një problem shumë të madh. Shëndeti jonë mendor është prioritet për secilin, mund ta them me përgjegjësi të lartë që një shëndet i mirë mendor na jep edhe një shëndet të mirë të zemrës, na jep edhe një shëndet të mirë të metabolizmit, na jep edhe një shëndet të mirë të komplet organizmit ton, na jep edhe një shkëlqim në lëkurën ton e na jep një gjumë të qetë. Unë mundova të prek disa prej problematikave më të shpeshta nga smundjet kronike, por mund të themi që çelësi i suksesit të pacientëve me smundje malinje është kur shëndeti mendor është stabil. Sa më fuqishëm që e luftojmë një smundje malinje me një shëndet stabil mendor, aq më sukses ka trajtimi dhe shërimi i smundjeve malinje dhe këtë e ka vërtetuar bota e shkenca në vazhdimsi ndër vite. Sa më shumë që lufton me forcë dhe me besim, aq më shumë sukses ka terapia që merrni. Dhe këtu e kuptojmë që shëndeti mendor është një fuqi që Zoti e ka dhënë dhe që na duhet ta ruajmë me një kujdes të veçantë. Do të shkojmë bashkë në klinikën gjermane për të marrë këshillat e shëndetit të syve që po ashtu duhet ta kemi prioritet dhe do të themi prapë në studio për një temë shumë interesante.